Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Allahu i ka dëgjuar fjalët e asaj, që diskutoi me ty për burrin e vet dhe ju ankua atij. Allahu e dëgjoi bisedën tuaj, sepse ai dëgjon dhe sheh gjithçka. Ata midis jush, që i ndajnë gratë e veta, duke u thënë se ju duken si nënat e veta, duhet ta dinë se ato nuk janë nënat e tyre. Nënat e tyre janë vetëm ato që i kanë lindur ata. Fjalët që ata thanë janë të pahishme dhe të pavërteta. Megjithatë, Allahu është falës dhe shlyes i gabimeve. Ata që i ndajnë gratë e veta në këtë mënyrë, e pastaj duan të kthejnë mbrapsht atë që thanë. Duhet të lirojnë një sklav apo sklave, para se të bashkohen përsëri. Kështu ju urdhërohet. Allahu i di të gjitha ato që bëni ju. Ai që nuk gjen ndonjë sklav për të liruar, duhet që të agjeroj 2 muaj rresht, para se të bashkohen si bashkëshort. E nëse nuk mund të mbaj agjerimin, atëherë duhet të ushqej 60 të varfër. Kjo që të tregoni besimin në Allahun dhe të dërguarin e tij. Këta janë kufit e Allahut, ndërsa për jo besimtarët do të ketë dënim të dhëmshëm. Vërtet, ata që i kundërvihen Allahut dhe të dërguarit të tij, do të poshtrohen siç janë poshtruar popujt para tyre. Ne kemi zbritur shpallje të qarta, kurse për jo besimtarët do të ketë ndëshkim poshtrues në ditën kur Allahu do t'i ngjallë të gjithë e do t'i njoftoj për veprat që kanë bërë. Allahu i ka shënuar të gjitha, ndonë se ata i kanë haruar. Allahu është dëshmitari çdo gjëje. A nuk e diti se Allahu di çdo gjë që është në qiell dhe në tokë? Nuk ka bisedë të fshehtë midis 3 vetave, që ai të mos jetë i 4-ti. As midis 5 vetave që ai të mos jetë i 6-ti. As kur janë më pak, as kur janë më shumë, që ai të mos jetë me ata. Kudo që të ndodheni, ai në ditën e Kiametit do t'i njoftoj ata se çfarë kanë bërë. Se me të vërtetë, Allahu di çdo gjë. A nuk i sheh ata të cilët, edhe pse ju është ndaluar të kurdisin fshetas, kthehen tek ajo që është ndaluar, dhe kurdisin për gjunahe, armiqësi dhe mosbindje ndaj të dërguarit. Kur vinte ti, ata të përshëndesin me fjalë me të cilat Allahu nuk të përshëndet kur, dhe thonë me vete, pse nuk na dënon Allahu për këtë që po flasim. Do të mjaftoj si dënim xhenemi, në flakët e të cilit do të digjen. Esa vendbanimit mërshëm që është ai. O besimtar, kur të bisedoni fshetas mes jush, mos flisni për gjunahe, armiqësi dhe mos bindje ndaj të dërguarit, por bisedoni për mirësi dhe drejtësi. Kiheni frikë Allahun, para të cilit do të tuboheni. Intrigat e fsheta vijnë vetëm nga djalli për t'i dëshpëruar besimtarët. E megjithatë, ai nuk mund t'ju shkaktoj kurfar të keqeje, përveç nëse Allahu e lejon atë. Pra, besimtarët le të mbështeten tek Allahu. O besimtar, kur ju thuhet t'u bëni vend të tjerëve në tubim, atëherë hapni vend, se Allahu do t'ju bëj vend në xhennet. E kur ju thuhet të ngriheni, atëherë bëni kështu, se Allahu do t'i ngrejë në shkallë të lartë ata midis jush që besojnë dhe që u është dhënë dija. Allahu di çdo gjë që veproni. O besimtar, kur të doni të këshilloheni me të dërguarin, para këshillimit, jepni lëmosh. Kjo është më mirë dhe më pastër për ju. Por nëse nuk keni, Allahu me të vërtetë është falës dhe mëshirëplot. A mos po friksoheni që para këshillimit me atë të jepni lëmosh? E nëse nuk jepni, e Allahu ju a ka falur, atëherë kryeni namazin, jepni zeqatin dhe dëgjoni Allahun e të dërguarin e tij. Allahu di çdo gjë që bëni. A nuk i sheh ata hipokritët që shoqërohen me njerëz me të cilët Allahu është i zemruar? Ata nuk ju përkasin as juve o besimtar, as atyre.
Ata me vetë dije betohen në mënyrë të gënjeshtërt se janë besimtarë. Allahu u ka përgatitur atyre dënim të rëndë, sepse është vërtet e mbrapsht ajo që bëjnë. Betimet e tyre i kanë bërë perde për mbrapshtitë e tyre dhe i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut. Ata i pret dënim poshtrues. As pasuria, as fëmijët e tyre nuk do të vinë as pak në ndihmë kur të jenë para Allahut. Ata do të jenë banor të zjarit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ditën, kur Allahu t'i ringjall të gjithë, ata do t'i betohen atij siç të betohen ty tani, duke menduar se kjo do t'u sjellë dobi. Në të vërtetë, pikërisht, ata janë gënjeshtarët. Ata i ka vënë poshtë djalli dhe i ka bërë që të harojnë përmendjen e Allahut. Ata janë grupi i djallit. Në të vërtetë, grupi i djallit janë humbësit. Ata që kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, do të jenë në shkallën e më të poshtruarve. Allahu ka vendosur. Unë dhe të dërguarit e mi do të triumfojmë me siguri. Allahu është vërtet i fortë dhe i plot fuqishëm. Nuk gjen njerëz që besojnë në Allahun dhe në ditën e fundit, që të ushqejnë dashurinë ndaj atyre të cilët kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, edhe në qofshin ata etrit e tyre, ose bijtë e tyre, ose vëllezërit e tyre, ose farefisi i tyre. Allahu ka skalitur besimin në zemrat e tyre dhe i ka fuqizuar ata me shpalljen e vet. Ai do t'i shpjerë ata në kopshte në për të cilat rrjedhin lumenj, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Allahu është i kënaqur me ata, por edhe ata do të jenë të kënaqur me të. Ata janë pala e Allahut, dhe vërtet që pala e Allahut do të jetë fituese. Allahu në lartëson çdo gjë që është në qiell dhe në tokë. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. Është ai që i nxori nga shtëpitë e tyre ata që nuk besuan midis idhtarëve të librit në kohën e dëbimit të parë. Ju nuk mendonit se ata do të iknin, kurse ata mendonin se fortesat e tyre do t'i mbronin prej Allahut. Por dënimi i Allahut u erdhi andej nga nuk e pritnin, duke mbjellë në zemrat e tyre frikën, e cila bëri që ata t'i shkatronin shtëpitë e veta me duart e tyre, si dhe me duart e besimtarve. Prandaj, mësoni nga kjo, o ju largpamës. Sikur të mos e kishte caktuar Allahu dëbimin e tyre, ai do t'i kishte dënuar me siguri në këtë jetë. Por në jetën tjetër, ata i pret dënimi i zjarit. Kjo sepse ata ju kundërvun Allahut dhe të dërguarit të tij. Kushdo që i kundërvihet Allahut, le ta di se Allahu dënon vërtet ashpër. Për çfarë do pemë palme të armikut që pret apo lat në këmbë? Keni pasur miratimin e Allahut, në mënyrë që ai t'i poshtroj të pabindurit. Çfarë do që Allahu i dhuroj të dërguarit të tij si plaçk të marrë prej tyre, është prej mirësisë së tij. Ju nuk hipet mbi kuaj e as mbi deve për ta fituar atë. Por Allahu i jep pushtet të dërguarve të vet mbi ata që ai dëshiron. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Çfarëdo që Allahu i dhuroj të dërguarit të tij, si plaçk të marrë nga popujt e vendbanimeve, i takon Allahut, të dërguarit, të afërmve të tij, jetimëve, të varfërve dhe udhëtarëve të mbetur rrugës, në mënyrë që ajo të mos mbetet vetëm në duart e të pasurve nga mesi juaj. Çfarëdo që t'ju japi dërguari, merreni atë, e çfarëdo që t'ju ndaloj, hiqni dorë prej saj. Friksojuni Allahut sepse Allahu dënon vërtet ashpër. Një pjesë e plaçkës i takon edhe mërgjimtarve të varfër, të cilët u përzun nga vendlindja dhe nga pasuritë e tyre, duke kërkuar mirësinë dhe kënaqësinë e Allahut dhe duke ndihmuar Allahun dhe të dërguarin e tij. Pikërisht, ata janë besimtarët e sinqertë. Ndërsa ata që banojnë në Medinë dhe që e kanë pranuar besimin qysh më parë, i duan mërgjimtarët që vinë në Medinë dhe në zemrat e tyre nuk ndjejnë kur farë rëndimi për atë,
që u është dhënë atyre por duan t'u bëjnë më mirë mërgjimtarve se sa vetes, edhe pse vet janë nevojtar. Kushdo që ruhet nga lakmia e vetvetes, me siguri që do të jetë fitues. Edhe ata që erdhen pas tyre, thonë: O Zoti ynë, falna neve dhe vëllezërit tanë të cilët kanë besuar para nesh, dhe mos lejo që në zemrat tona të ketë asnjë të keqe ndaj besimtarve. O Zoti ynë, ti je vërtet i butë dhe mëshirëplot. A nuk e ke parë se si hipokritët u than shokëve të vet që nuk besuan prej thtarëve të librit? Nëse ju dëbojnë, ne do të bashkohemi me ju dhe kërkujt nuk do t'i bindemi kundër jush. E nëse ju sulmoheni, me siguri që do t'ju dalim në mbrojtje. Allahu dëshmon se ata janë vërtet gënjeshtar. Nëse hebrejt do të dëbohen, hipokritët nuk do të shkojnë me ata. Nëse do të sulmohen, ata nuk do t'u dalin në ndihmë, por edhe si kur të nisen për t'i mbështetur, sigurisht që do të kthehen shpejt e do t'i lënë pa ndihmë. Në zemrat e tyre ata kanë më shumë frikë nga ju se sa nga Allahu, nga që ata janë popull që nuk kuptojnë. Ata nuk do të luftojnë kundër jush së bashku, vetë se në vende të fortifikuara ose pas mureve. Lufta ndërmjet tyre është e ashpër. Ti mendon se ata janë të bashkuar, mirë po zemrat e tyre janë të përçara, sepse ata janë njerëz që nuk mendojnë. Këta janë si ata që kanë qenë pak para tyre, që i shijuan pasojat e sjelljes së tyre që në këtë botë. Ndërsa në botën tjetër ata i pret një dënim i dhëmshëm. Alatet e tyre hipokrit do t'i lënë në balt, siç bën djalli, i cili i thot njeriut mos beso. Por kur ky bëhet mohues, djalli i thot: unë nuk kam të bëj me ty, në të vërtet, unë i friksohem Allahut, Zotit të botëve. Natyrisht që fundi i këtyre të dyve është qëndrimi i përhershëm në zjarr. Ky është dënimi për të gjithë njerëzit e këqij. O besimtar, friksojuni Allahut dhe çdo njeri le të shikoj se çka përgatitur për të nesërmen. Kjeni frikë Allahun, sepse ai di çdo gjë që bëni ju. Mos u bëni si ata që e haruan Allahun, kështu që ai i bëri të haronin vetveten. Pikërisht, ata janë të pabindurit ndaj Allahut. Nuk janë të barabartë banorët e xhenemit me banorët e xhenetit. Banorët e xhenetit do të jenë të fituarit. Sikur këtë Kur'an t'ia shpallnim ndonjë mali, ti do ta shihje atë mal të për ullur dhe të coptuar nga friga Allahut. Shembuj të tillë ne u japim njerëzve që ata të mendojnë. Ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka zot tjetër të denjë për t'u adhuruar, njohësi i së dukshmes dhe i së padukshmes. Ai është i gjithë mëshirshmi, mëshirëploti. Ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim. Ai është sunduesi, i shenjti, i pastër nga çdo emet, paqedhënësi, dhënësi i sigurisë, mbikëqyrësi mbi gjithçka, i plot fuqishmi, imponuesi, madhështori. Qoftë i lartësuar Allahu mbi gjithçka që ja shoqërojnë atij në adhurim. Ai është Allahu, krijuesi, zanafillësi, ai që çdo gjëje i jep formë. Atij i përkasin emrat më të bukur. Atë e përlëvdon gjithçka që ndodhet në qiell dhe në tokë. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. O besimtar, mos i bëni miq armiqtë e mi dhe tuajet, duke u shprehur atyre dashuri ndërkohë që ata kanë mohuar të vërtetën që u ka ardhur dhe kanë dëbuar të dërguarin dhe ju, vetëm se besonit në Allahun, Zotin tuaj. Nëse keni dalë luftëtar në rrugën time dhe për kënaqësinë time, dhe fshehurazi u shfaqni atyre dashuri, atëherë gaboheni. Unë e di çfarë fshini dhe çfarë bëni haptazi. Secili prej jush që vepron ashtu është shmangur nga rruga e drejtë. Nëse ju mposhtin, ata do të jenë armiqtë tuaj e do t'i zgjasin duar dhe gjuhën e tyre për t'ju lënduar ju.
sepse dëshirojnë që ju të bëheni jo besimtar. Në ditën e Kiametit, nuk do t'ju ndihmoj as fëmijët, as farefisi. Allahu do t'ju ndaj midis jush. Ai e sheh mirë atë që bëni ju. Shembulli mrekullueshëm për ju është Ibrahimi dhe ata që kanë qenë me të. Kur i than popullit të vet, ne shkëputemi nga ju dhe nga ato që ju i adhuroni në vend të Allahut. Ne ju mohojmë dhe armiqësia e urrejtja midis nesh është e përhershme, derisa të besoni tek Allahu një dhe i vetëm. Përjashtim nga ky shembull, bën fjala e Ibrahimit për të atin. Unë do të kërkoj falje për ty, por nuk kam kurfar mundësie për të mbrojtur para Allahut. O Zoti ynë, tek ti mbështetemi, ty të drejtohemi dhe tek ti do të kthehemi. O Zoti ynë, mos na bëj sprov për jo besimtarët dhe falna ne. O Zot, vërtet ti je i plot fuqishmi dhe i urti. Vërtet ata njerëz janë një shembull i mirë për ju e për çdo që shpreson në Allahun dhe në ditën e fundit. Kushdo që nuk ja vë veshin këtij shembulli, ta di se Allahu është i vetëmjaftueshmi, i denjë për çdo lavd. Ndoshta Allahu do të lidh miqësi midis jush dhe atyre me të cilët keni qenë armiq. Allahu është i fuqishëm për këtë. Ai është falës dhe mëshirëplot. Allahu nuk ju ndalon të silleni mirë dhe të jeni të drejtë ndaj atyre që nuk luftojnë kundër jush për shkak të fesë dhe që nuk ju dëbojnë prej shtëpive tuaja. Me të vërtetë, Allahu i do të drejtët. Allahu ju ndalon t'i bëni miq ata që luftojnë kundër jush për shkak të fesë, ju dëbojnë nga vatrat tuaja dhe mbështesin të tjerët që ju dëbojnë. Kushdo që i bën miq ata, pikërisht, ai është keqbërës. O besimtar, kur ju vin besimtarët të mërguara, provoni besimin tek ato. Allahu e di më mirë besimin e tyre. Nëse bindeni se ato janë besimtare, mos i ktheni te jo besimtarët. Ato nuk janë bashkëshorte të ligjshme për ata, dhe as ata nuk janë bashkëshortë të ligjshëm për ato. Kthejuni jo besimtarëve pajen që u kishin dhënë atyre. Nuk ka pengesë që t'i merrni ato për bashkëshorte, pasi t'u jepni pajen e martesës. Mos qëndroni të martuar me idhujtare. Kërkoni atë që keni dhënë si pajë, por dhe jo besimtarët le të kërkojnë atë që u kanë dhënë. Ky është ligji i Allahut. Ai ju gjykon. Allahu di çdo gjë dhe është i gjithdijshëm e i urtë. Nëse ndonjëra prej grave tuaja kthehet te jo besimtarët, e më pas ju fitoni plaçk lufte prej tyre, atëherë jepuni atyre besimtarve që u kanë ikur gratë shpenzimet e martesës. Kijeni frikë Allahun, të cilit i besoni. O profet, nëse vinë tek ty besimtarët e të betohen se nuk do t'i shoqërojnë Allahut asgjë në adhurim, nuk do të vjedhin, nuk do të kurvorojnë, nuk do t'i vrasin fëmijët e tyre, nuk do të sjellin ndonjë shpifje të sajuar nga ato vetë, dhe se nuk do të kundërshtojnë në çfarë është e drejtë dhe arsyeshme. Atëherë, ti pranoje betimin e tyre dhe lutju Allahut t'i falë. Vërtet Allahu është falës dhe mëshirëplot. O besimtar, mos i bëni miq ata njerëz me të cilët Allahu është i zemruar. Ata e kanë humbur shpresën për jetën tjetër, ashtu siç e kanë humbur shpresën jo besimtarët për të vdekurit në varre, se do të ringjallen. Allahu ne përlëvdon gjithë shka që gjendet në qiej dhe në tokë. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. O besimtar, përse thoni atë që nuk e bëni? Është shumë e urryer për Allahun të thoni atë që nuk e bëni. Vërtet Allahu i do ata që luftojnë në rrugën e tij, të radhitur si të ishin një ndërtesë e fortë. Kujto kur Musa i tha popullit të vet: O populli im, përse më mundoni kur e dini mirë se unë jam i dërguar i Allahut te ju? Kur ata u larguan nga e vërteta,
Allahu i largoj zemrat e tyre nga rruga e drejtë. Allahu nuk e shpije në rrugë të drejtë popullin jo besimtar. Kujto kur Isai, i biri Merjemes, tha: O bijtë e Izraelit, unë jam i dërguar i Allahut tek ju, për t'ju vërtetuar Teuratin e shpallur para meje, dhe për t'ju sjell lajmin e gëzueshëm për një të dërguar, emri i të cilit është Ahmed, që do të vi pas meje. Por kur ai u solli atyre shenja të qarta, ata thanë: Kjo është magji e dukshme. Kush është më keqbërës se ai që sajon gënjeshtra kundër Allahut, ndërkohë që i bëhet thirrje për t'ju nënshtruar atij? Allahu nuk i udhëzon keqbërësit. Ata dëshirojnë të fikin dritën e Allahut me gojen e tyre. Por Allahu e përsos dritën e vet, edhe nëse këtë gjë e urrejnë jo besimtarët. Allahu është ai që e ka quar të dërguarin e vet me udhërëfimin dhe fenë së vërtetës, për ta ngritur atë më lart se të gjitha fetë, edhe nëse këtë nuk e pëlqejnë idhujtarët. O besimtar, a doni t'ju drejtoj në një tregti e cila ju shpëton nga një dënim i dhëmshëm? Besoni në Allahun dhe në të dërguarin e tij, dhe luftoni në rrugën e Allahut me pasurinë dhe trupin tuaj. Kjo, nëse doni ta dini, është më mirë për ju. Ai do t'ju afal gabimet tuaja dhe do t'ju shpjerë në kopshte në për të cilat rrjedhin lumenj, dhe në banesa të mrekullueshme në xhenetin e Adnit. Kjo është fitoria më e madhe. Ai do t'ju falë edhe mirësi të tjera që i dëshironi, ndihmën e tij dhe një fitore të afërt. Andaj, gëzoj besimtarët. O besimtar, bëhuni ndihmësit e Allahut, ashtu siç u tha dishepujve Isai, i biri Merjemes: Kush janë ndihmësit e mi për çështjen e Allahut? Dishepujt u përgjigjen: Ne jemi ndihmësit e Allahut. Kështu një pjesë nga bijtë e Izraelit e besoi, kurse pjesa tjetër e mohoi. Prandaj ne i forcuam besimtarët kundër armikut të tyre, dhe ata dolën gabimtar. Allahu ne përlëvdon gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë. Ai është sunduesi, i shenjti, i pastër nga çdo emet, i plot fuqishmi dhe i urti. Është ai që u solli analfabetëve një të dërguar nga gjiri i tyre, për t'u lexuar atyre shpalljet e tij, për t'i pastruar e për t'u mësuar librin dhe urtësinë. Ndo nëse ata më parë ishin vërtet në humbje të plot. Ai do t'a dërgojë atë edhe tek të tjerët musliman nga ata, të cilët ende nuk u janë bashkuar. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. Kjo është dhuntia e Allahut. Ai ja jep atë kujt të dojë. Allahu zotron dhunti të madhe. Shembulli atyre që ju besua Teurati, por pastaj nuk e zbatuan atë, i shëmbëllen gomarit që vetëm sa i mbart librat. Sa i keq është shembulli atyre që mohojnë shpalljet e Allahut. Allahu nuk ju udhëzon në rrugën e drejtë keqbërësit. Thuaj ju hebrejve: Në qoftë se ju pretendoni se jeni të vetmit miq të Allahut nga të gjithë njerëzit, atëherë dëshirojeni vdekjen, po të jeni të sinqert. Por ata kur nuk do ta dëshirojnë vdekjen, për shkak të ligave që kanë bërë duart e tyre. Allahu i njeh mirë keqbërësit. Thuaj ju: Vdekja, prej së cilës po ikni, do t'ju arrijë. Pastaj ju do të ktheheni tek ai i cili e di të padukshmen dhe të dukshmen, dhe ai do t'ju njoftoj për atë që keni bërë. O besimtar, kur të thirreni për të falur namazin e xumas në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe ndaloni tregtinë. Kjo që ta dini është më mirë për ju. Dhe kur të përfundoj namazi, atëherë shpërndahuni nëpër tokë, kërkoni nga mirësitë e Allahut dhe përmendeni sa më shumë Allahun në mënyrë që të shpëtoni. Mirë po sa herë që ata shohin ndonjë tregti ose lojë, shkojnë tek ajo e të lënë ty në këmbë. Thuaj:
Ajo që është tek Allahu është më e mirë nga argëtimi e nga tregtia. Allahu është dhuruesi më bujar. Kur vin tek ti hipokritët, thonë: ne dëshmojmë se ti je vërtet i dërguari i Allahut. Allahu e di se ti je i dërguari i tij, por ai dëshmon se hipokritët janë gënjeshtar. Ata i përdorin betimet e tyre si mask dhe i largojnë njerëzit prej rrugës së Allahut. Vërtet shumë të mbrapshta janë punët e tyre. Kjo sepse ata fillimisht besuan, pastaj mohuan. Kështu që zemrat e tyre u vulosën dhe ata nuk kuptojnë më. Kur i shihni ata, pamja e tyre e bukur ju mahnit, e nëse flasin, ju i dëgjoni me vëmendje fjalët e tyre. E megjithatë, ata janë si trungje të mbështetura në mur. Ata kujtojnë se çdo thirrje që dëgjojnë është kundër tyre. Ata janë armiqtë e vërtet, andaj rujuni prej tyre. Allahu i vraft, sa shumë që janë larguar nga e vërteta. Kur u thuhet atyre: e jani se i dërguari i Allahu do të kërkoj falje për ju, ata tundin kokat e tyre dhe i sheh ata të kthehen me arrogancë. Njësoj është, u lute për faljen e tyre apo nuk u lute. Allahu kurse si nuk do t'i falë. Në të vërtet, Allahu nuk e udhëzon popullin e pabindur. Ata thonë: mos u jepni kur gjë atyre që janë me të dërguarin e Allahut, me qëllim që të largohen prej tij. Por Allahut i takojnë thesaret e qiejve dhe të tokës. Ndon se hipokritët nuk e kuptojnë. Ata thonë: nëse kthehemi në Medinë, padyshim që të fuqishmit do t'i dobojnë të doptit nga ajo. Në të vërtet, fuqia është e Allahut, e të dërguarit të tij dhe e besimtarëve, por hipokritët nuk e dinë. O besimtar, mos lejoni që pasuria dhe fëmijët tuaj t'ju largojnë nga të përmendurit e Allahut. Ata që e bëjnë këtë, do të humbin. Prandaj jepni prej atyre mirësive që ju kam dhënë unë, para se t'i vi vdekja ndonjërit, e ai të thotë: o Zoti im, sikur të më kishe lënë edhe një kohë të shkurtër në jetë, do të kisha dhënë lëmosh dhe do të bëhesha ndër të mirët. Por Allahu nuk ja shtyen afatin asnjë shpirti që i vjen koha e vdekjes. Allahu e di mirë gjithçka që ju bëni. Allahu ne përlëvdon gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë. Atij i takon pushteti e pror dhe lavdia. Ai është i fuqishëm për çdo gjë. Është ai që ju krijoi juve, e megjithatë, disa prej jush janë mohues, e disa besimtar. Por Allahu e sheh mirë çdo gjë që bëni. Ai ka krijuar qiejt dhe tokën me të vërtetën. Ju ka dhënë format tuaja dhe ju a ka bërë ato të bukura. Të gjithë tek ai do të ktheheni. Ai di gjithçka që përmbajnë qiejt dhe toka. Ai di të fshetat tuaja dhe ato që i bëni haptazi. Allahu i di të gjitha që keni në zemrat tuaja. A nuk keni dëgjuar për ata që kanë mohuar më parë dhe i kanë shijuar pasojat e veprave të tyre? Për ata do të ketë dënim të dhëmshëm, sepse kur të dërguarit e tyre sillnin prova të qarta, ata thoshin: vallë, vdektar si ne do të na udhëheqin. Dhe kështu mohuan, e ja kthyen kurrizin besimit. Por Allahu nuk ka nevojë për ata. Allahu është i vetëmjaftueshëm dhe i denj për çdo lavd. Mohuesit kujtojnë se nuk do të ringjallen, kurse si. Thua ju: po për Zotin tim, me siguri që do të ringjalleni, e pastaj do të njoftoheni, e do të gjykoheni për atë që keni bërë. Dhe kjo është e lehtë për Allahun. Prandaj besoni në Allahun dhe në të dërguarin e tij dhe në dritën, Kur'anin që u kemi zbritur. Allahu e di mirë çdo gjë që bëni ju. Dita kur ai do t'ju mbledh, dita kur të gjithë do të grumbulloheni, do të jetë dita e humbjes dhe fitimit reciprok. Atij që beson në Allahun dhe bën vepra të mira, Allahu do t'i afal gjunahet, e do t'a shpirë në kopshte në për të cilat rrjedhin lumenj, e ku do të qëndroj për gjithmonë.
Kjo është fitoria e madhe. Ndërsa ata që nuk kanë besuar dhe i kanë mohuar shpalljet tona, do të jenë banor të zjarit, ku do të qëndrojnë për herë. E sa fundit mërshëm është ai. Çdo fatkeqësi që i bie njeriut, ndodh me vullnetin e Allahut. Ai ja udhëzon zemrën kujt do që i beson atij. Allahu di mirë çdo gjë. Bindjuni Allahut dhe të dërguarit. Nëse ju i ktheni shpinën të dërguarit ton, dijeni se ai ka për detyrë vetëm që t'ju shpjegoj qartë shpalljen. Allahu është i vetmi Zot, i denj për adhurim. Prandaj, vetëm tek ai le të mbështeten besimtarët. O besimtar, në të vërtetë, ju keni armiq midis grave tuaja dhe fëmijëve tuaj. Andaj ruajuni prej tyre. Por nëse nuk i vini re fyerjet e tyre dhe u afalni, ta dini se Allahu është vërtet falës dhe mëshirëplot. Pasuria dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprovë për ju. Allahu ka shpërblim të madh. Prandaj friksojuni Allahut sa të mundeni. Dëgjoni e binduni dhe shpenzoni për bamirësi në të mirën tuaj. Ata që ruhen nga lakmia e vetvetes, pikërisht, ata janë të fituarit. Nëse i jepni Allahut një uha të bukur, ai ju a kthen shumë fish atë dhe ju fal. Allahu është mirënjohës dhe nuk nxiton në dënime. Ai është njohësi i të padukshmes dhe së dukshmes, i plot fuqishmi dhe i urti. O profet, nëse i ndani gratë, ndajini ato para kohës së tyre të pritjes. Llogaritni kohën e tyre të pritjes dhe friksojuni Allahut, Zotit tuaj. Mos i dëboni ato prej shtëpive të tyre, por edhe ato të mos largohen, në përjashtim në rastin kur e shkelin martesën haptazi. Këto janë urdhërimet e Allahut. Kushdo që i ka përcen kufit e Allahut, i ka bërë dëm vetvetes. Ti nuk e di se pas kësaj, Allahu mund të sjellë ndonjë rrethan tjetër. Dhe kur të mbushet afati i caktuar, i mbani ato si ka hije, ose ndahuni me to në mënyrë të pëlqyeshme. Merrni 2 dëshmitar të ndershëm prej jush dhe jepni dëshminë tuaj para Allahut. Kjo është këshill për ata që i besojnë Allahut dhe ditës së fundit. Atij që i friksohet Allahut, ai do t'i gjejë rrugdalje nga çdo vështirësi dhe do t'i jap risk prej nga nuk e pret. Allahu i mjafton kujt do që mbështetet tek ai. Allahu e përmbush me siguri vendimin e tij dhe për çdo gjë ai ka caktuar mas. Nëse dyshoni për gratë tuaja, të cilave u janë ndërprer zakonet, mësoni se koha e tyre e pritjes është 3 muaj. Njësoj është edhe për ato që nuk u kanë ardhur ende zakonet. Kurse për gratë 7 zëna, afati i tyre është deri në lindjen e fëmijës. Atij që i friksohet Allahut, ai do t'ja lehtësoj çështjen. Ja, këto janë urdhra që Allahu i ka zbritur për ju. Atij që i friksohet Allahut, ai do t'ja shlyejë veprat e këqija dhe do t'ja shtoj shpërblimin. Gratë ndara në periudhën e pritjes le të banojnë aty ku banoni edhe ju, sipas mundësive tuaja, dhe mos u bini në qafë për t'i detyruar të largohen. Nëse janë 7 zëna, shpenzoni për ato derisa të lindin. Nëse fëmia ushqehet me gjirin e nënës, paguajuni atyre shpërblimin dhe kuptohuni me të mirë. Por nëse keni vështirësi të merreni vesh, atëherë le të ushqej me gjin një mëndesh tjetër. Pasaniku le të shpenzoj sipas pasurisë që ka, dhe i varfri le të shpenzoj sipas asaj që i ka dhënë Allahu. Allahu nuk e ngarkon askën mbi sa i ka dhënë. Pas vështirësisë, ai sjell lehtësimin. Sa qytete u treguan kokëforta pas urdhrave të Zotit të vet dhe të dërguarve të tij. Ne u kërkuam llogari të rrept dhe i ndëshkuam me dënim të ashpër. Ata i provuan pasojat e veprave të veta dhe fundi i tyre që shkatrim. Allahu ka përgatitur për ata dënim të rënd. Prandaj, friksojuni Allahut o njerëz të mençur që keni besuar. Allahu ju ka dërguar udhërfyesin, një të dërguar,
i cili ju lexon shpalljet e Allahut me shpjegime të qarta, për t'i nxjerrë ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, nga errësira në dritë. Atë që beson Allahun dhe bën vepra të mira, ai do ta shpjerë në kopshtet e xhenetit, nëpër të cilët rrjedhin lumenj dhe ku do të qëndrojë përgjithmonë. Padyshim, Allahu ka përgatitur për atë risk të mrekullueshëm. Allahu është ai që ka krijuar 7 qej dhe po aq toka. Urdhrat e tij zbresin përmes tyre, që ju ta dini se Allahu është i fuqishëm për çdo gjë dhe se ai përfshin gjithçka në diturinë e tij. O profet, përse po ja ndalon vetes atë që ta ka lejuar Allahu, duke kërkuar t'u bësh qejfin gravet e tua? Allahu është falës dhe mëshirëplot. Allahu ka përcaktuar një mënyrë për t'u liruar nga betimet tuaja. Allahu është mbrojtësi juaj. Ai është i gjithdijshmi, i urti. Kur i dërguari i tregoi një sekret njërës prej grave të tij, ajo e përhapi këtë fjalë. Allahu ja zbuloi këtë të dërguarit, i cili një pjesë të këtij zbulimi i ia tha gruas që ja përhapi sekretin, kurse pjesën tjetër jo. Kur i dërguari ja tregoi asaj të fshetën, ajo e pyeti: "Kush të ka treguar ty?" Ai tha: "Ma tregoi gjithdijshmi, i mirë informuari." Nëse ju të dyja ktheheni të penduara tek Allahu, sepse vërtet që zemrat tuaja patën devijuar, Allahu do t'ju falë. Nëse ju të dyja bashkoheni kundër tij, dijeni se Allahu është mbrojtësi i tij, Xhebraili dhe besimtarët e mirë. Veç kësaj, edhe engjujt e mbështesin atë. Në qoftë se ai ju ndan, Zoti i tij mund t'ju zëvendësoj me gra më të mira se ju, muslimane, besimtare, të bindura, të kthyer tek Allahu me pendim, adhuruese të Allahut, agjeruese, të martuara më parë ose të virgjëra. O ju që besoni, ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri, lënda djegëse të cilit janë njerëzit dhe gurët. Atë e mbikëqyrin engjëj të fuqishëm e të ashpër, të cilët kur nuk i kundërshtojnë urdhrat e Allahut, por i zbatojnë me njëherë ato. O ju që nuk keni besuar, mos u shfaqsoni sot në ditën e gjykimit, sepse me të vërtet dënoheni vetëm për veprat që keni bërë. O ju që keni besuar, kthehuni tek Allahu me një pendim të sinqert, që Zoti juaj t'ju ashlyej gabimet e t'ju shpjerë në kopshte, në për të cilat rrjedhin lumenj. Ditën kur Allahu nuk do ta turproj profetin dhe ata që besuan bashkë me atë. Drita e tyre do të shkëlqej para tyre dhe në të djathtë të tyre. Ata do të thonë: "O Zoti ynë, përsosi dritën tonë dhe falna ne. Vërtet ti je i fuqishëm për çdo gjë." O profet, luftoj të pafet dhe hipokritët dhe bohu i ashpër ndaj tyre. Vend banimi i tyre do të jetë xhenemi. Esa i shëmtuar është ai vend banim. Allahu ka dhënë si shembull për ata që nuk besojnë, gruan e Nuhut dhe gruan e Lutit. Ato ishin të martuara me 2 nga robt të anë të ndershëm dhe i tradhtuan ata. Prandaj ata nuk mund t'i mbrojnë as pak nga Allahu. E atyre të dyjave do t'u thuhet: hyni në zjarr me ata që po hyjnë. Allahu ka dhënë si shembull për besimtarët gruan e Faraonit, kur ajo tha: "O Zoti im, ndërtom një banesë tek ti në xhenet. Më shpëto nga Faraoni dhe veprat e tij, dhe më shpëto nga populli keqbërës." Edhe Merjemen të bijen e Imranit, e cila ruajti virgjërinë e saj. Ne fryjmë brenda saj nga shpirti ynë. Ajo u besoi fjalëve të Zotit të saj dhe librave të tij, e ishte nga të devotshmit.